përfaqësues të dëshmorëve, përfaqësues të institucioneve zonja dhe zotri, mirëmbrëma dhe mirë se keni ardhur në edicionin e 34 të Festivalit të Interpretëve të Muzikës Popullore Shqipe, Fest Flaka 2025. Muaji janar përmes manifestimit multikulturor Flaka e Janarit është eveniment që i dedikohet të gjithë dëshmorëve, martirëve
dhe adhetarëve që sakrifikuan jetën e tyre për trojet shqiptare. Janari është simboli rezistencës dhe flimit të dëshmorëve si Qenë, Jusuf dhe Bardosh Kërballa, Kadri Zeka, Recep Mala, Nuhi Berisha, Zahir Pajaziti e shumë të tjerë, që me sakrificën e tyre na mësuan të mos e pranojmë robërinë, padrejtësinë dhe njëherë dëshmuan se si duhet atë thellë. Pjesa instrumentale që dëgjuam në interpretim të kuartetit fillmor ishte përpunimi këngës Kënga e Bibilit me autor Jusuf Gërballa, i cili ishte patriot, njeri me shpirt artisti, poet dhe kantautor që la pas vetes shumë vepra arte, ku edhe nisi manifestimi multikulturor Flaka e Janarit, tani e 34 vite më parë në qytetin e Gjilanit. Qytet ky që në muaj janar shndrohet në vatër arte, duke mbledh artist dhe artashës nga të gjitha trojet shqiptare. Kënga popullore shqiptare reflekton shpirtin e popullit dhe përfaqëson trashëgimin ton kulturore e cila konsiderohet një pasuri dhe thesar i trashëguar brez pas brezi. Edicioni 34 i Fest Flakës vjen me ndryshime konceptuale sa i përket programit muzikor. Organizata Defco Production ka bërë hulumtimin e melosit të muzikës son të bukur popullore me fokus të këngët epike dhe të kurbetit nga jugu deri në veri të trojeve shqiptare, që sonte disa nga këto këngë do të performohen edhe para jush. Të gjitha këto këngë janë përzgjedhur, orkestruar, përgatitur nga profesori Dëfrim Pehluli, i cili njëherë është edhe organizator dhe drejtor artistik i Fest Flakës 2025. Flaka këtë vit nuk do të ketë karakter garues, por do ju këndohet ekskluzivisht kontribuesve të lirisë kombëtare për veprën e tyre sublime. Kjo ngjarje artistike organizua nën patronatin e kryetarit të komunës së Gjilanit, zotri Alban Hysenit, dhe unë ta niftoj nën kryetaren Leonora Molina Bunjaku që ta shpall të hapur edicionin e 34. Përshëndetje të dashur miq dhe dashamirës të Flakës së Janarit. Mirë se keni ardhur në edicionin e 34 të festivalit mbar kombëtar të Flakës së Janarit. Në emër të kryetarit të komunës, zotri Alban Hyseni, ju shpreh mirënjohje të thellë. Të nderuar familjar të dëshmorëve, i nderuar zëvendës ministër, i nderuar drejtori i Drejtorisë Kulturës, Rinisë dhe Sportit, të nderuar asamblesë dhe të gjithë të tjerë të pranishëm. Sonte, do të thotë Flaka e Janarit, po shkon ka përfundimi i 34 të edicionit, mirë po këtë vit kemi pasur ndryshime dhe pasurim të Flakës së Janarit, pothuajse çdo vit ajo pasurohet, por këtë vit do t'i veçoj vetëm disa, pra e filluam me nënën Stane, nënën e UÇK-s, për të vazhduar dhe rikujtuar masakrën e Gjilanit, e luftës së dytë botërore, dhe më pastaj vazhduam për vitin e dytë me radhë këngët e Jusufit, dhe sonte jemi në Fest Flakën 2025. Jam nderuar që qëndroj sot para jush në këtë eveniment të paharrueshëm, festivalin e këngës shqipe, Fest Flaka e Janarit. Një ngjarje që ka bërë jehon në zemrat tona dhe që tashmë është një traditë e shenjtë për kultivimin dhe ruajtjen e pasurisë muzikore. Në këtë mbrëmje të veçantë, ne nuk jemi vetëm dëshmitar të talentit dhe pasionit të artistëve tanë, por edhe të forcës që ka muzika për të na bashkuar si këngë. Flaka e Janarit është një udhërrëfyes që na sjell afër pasurive tona më të vëra, këngës dhe poezisë dhe shumë sferave të tjera. Ajo është një burim frymëzimi, një shprehje e traditës dhe identitetit tonë kombëtar, një pasqyrë emocioneve dhe historisë që kemi trashëguar ndërpreza. Në çdo notë, në çdo fjalë dhe çdo interpretim të këngëve, gjejmë thelbin e shpirtit shqiptar. Një shpirt që është i vogël me dashuri, vuajtje
gëzim dhe shpresë. Ky festival është një mundësi për të festuar dhe për të vlerësuar edhe artistët tonë në vazhdimsi, ata që japin zë historisë dhe përvojave tona. Për të gjithë ata që po kontribuojnë në këngët dhe performancat e tyre, dua t'i falenderoj thellësisht. Çdo interpretim është një pasuri e paçmuar, një dhuratë që na e bëni mirë për ne të gjithë. Ky festival nuk është vetëm një ngjarje kulturore, por edhe një mundësi për të ruajtur, për të transmetuar dhe për të përcjellur kulturën tonë tek brezat e rinj. Le të bashkohemi të gjithë, artistë dhe publik, në një festë të vërtetë të këngës shqipe, të mbajmë gjallë traditën dhe të ndërtojmë mesazhin e unitetit dhe krenarisë kombëtare, sepse siç e dini, flaka e janarit i kontribuohet që nga janari i Skënderbeut, janari i ftoftë i Recep Malës e Nuri Berishës, Kadri Zekës, Jusuf e Bardosh Borballës e deri te ushtria çlirimtare e Kosovës. Pra, le të bashkohemi të gjithë për të festuar, sepse flaka e janarit lindi, po rritet, po zhvillohet në gjithan dhe gjithandej Republikës së Kosovës dhe uroj dhe shpresoj të gjithë brezët do të vazhdojnë që këtë flakë të janarit ta pasurojnë me shumë shtylla të tjera, ashtu siç e meritojnë. Edhe një herë gëzuar festa e flakës së janarit, uroj dhe shpresoj që ta gëzojmë gjithmonë bashkë. Ju falenderoj. Faleminderit shumë, zona nëntë kryetare. Gjithashtu falenderojmë edhe drejtorin e kulturës së rinisë dhe sportit, zotëri Kushtrim Zeqiri, për angazhimin dhe bashkëpunimin e vazhdueshëm për realizimin e këtij edicioni. Një falenderim i veçantë shkon edhe për sponsorin e këtij edicioni, Vali Ranch, me pronar Fehmi Fetahun. Dhe kur jemi tek falenderimet, dua ta falenderojmë edhe këngëtaren e mirënjohur zotëri Sinan Vllasalio dhe korin e fëmijëve për performancën e tyre në fillim të programit. Tani të nderuar të pranishëm, zonja dhe zotrin, unë ju lë që ta shijoni edicionin e 34 të Fest Flakës të interpretuar nga zëra briljante të estradës tonë në shoqërimin e orkestrës profesionale të udhëhequr nga profesor Tëfrim Behluli. Dëgjim dhe shikim të këndshëm. Tutje gjithë një akull, këndej gjithë një zjarë. Unë jam syri Aladinit, e shoh veten si digjem në betejën e të mërshme të fjalës e të mendimit. O bilbil të bëra ben nga Jusuf Gërballa, këndon Gjentjan Jetishi. Të vërëme në të gjithë që do të folje në të vada i dëllu se në me që të qmu o bilbil, o i paqe
affronti con stregona. Ando voler do trovata nero se vale sua passione o bilbil o di passione da viegna più Trim bitrima ai Gjergjo Kastrioti. Fuqit madhe që mi fal ka Zoti. Këngë për Gjergj Kastriot Skënderbeu. Këndon Mentor Haziri.
Nuk do të dorëzohemi për së gjalli. Vrasësit nuk do të kalojnë, veçse mbi trupin tim të vrarë. Kënd për Adem Jasharin, këndon Malinda Cikaqi.
Mu shtershin syt nëse pushoj, lirin tënde me ndrue, malku qoftë gjaku im nëse mbrasin pa luftue. Këngë për Agim Ramadanin, këndon Kushtrim Kosumi.
shares Akim në amon e lirisë Ush ka një të akim Me një simbol të rrimëris Në përter, ti erdhëm në Gjilan. Me 36 kronjat kemi pranë. Erdhe ti në për furtun, me këngë dhe mësime, loj e punë. Këngë për Selamia Laqin, këndon Dritro Shaqiri, muzika Isa Jakupi. Deri kur i ratisur i pastren në mërgem. Deri kur o shpres ngrysur, do të endesh pa drejtem. Këngë për kurbetin, këndon Florian Thaçi.
Jetoj larg, jetoj larg, jetoj larg, kose moti. Në vetëlindje, si është moti. Jetoj larg, jetoj larg, jetoj larg, kose moti. Si në atë shok shtëpina, e shonam në shoqënina, ata qeloj në qërshia, ata në vetër është në shëtia, ata qeloj në vetari, takte u shpinë t'jallë maj fari. Ata qeloj në qërshia, ata në vetër është në shëtia, ata qeloj në vetari, takte u shpinë t'jallë maj fari. Rruga është me matë, por me amër se shtë mjatë. Atje lashu fëmirina, në kurbet, në kurbet, në kurbet, qeta është mërzina. Atje lashu fëmirina, në kurbet, në kurbet, në kurbet, qeta është mërzina. Si në dhaka shok shtëpina, e shonam në shoqënina, ata qeloj në qërshia, ata në vetër është në shëtia, ata qeloj në vetari, takte u shpinë t'jallë maj fari. Ata qeloj në qërshia, ata në vetër është në shëtia, ata qeloj në vetari, takte u shpinë t'jallë maj fari. Ditët po kalojnë si shigjeta, bashkë me to edhe jeta, kurse kujtimi mbetet e kur nuk tretet. Këngë për Recep Malën dhe Nuhi Berishën, këndon Hysni Klinaku.
se ka të vërtetën qak mishe në ishtra. Vret kur lypet pushka, vret kur lypet fjala, me shumë fire gale, se krimi reqet të mala. Në kodrën e klimave, o pysh Prishtina, se unalë më dy kush, mbetëm dy ushtina. Regja e Ruhia, plak si punat vesës, e me kush në mbetëm, simbolet që vresës. Shtoja marë Kosovës, po i Vleciliani, regjën e Ruhio, në kujtimet minimani. Zjallë kënga dhije, majë o pas këti, se nuk ju shtet qaku, na ju shtet baroni. Shtoja marë Kosovës, po i Vleciliani, regjën e Ruhio, në kujtimet minimani. Zjallë kënga dhije, majë o pas këti, se nuk ju shtet qaku, na ju shtet baroni. Një fëmijë që fle rritet, por një popull që fle vdes. Këngë për Ismail Qemailin këndon Recep Yashari.
Qamëri u shpirti qamit, zëri nënës më troket, kur I gjyshit atje brenda, ngritu o birë më thëret. Valle e Konuspolit të Qamëris e njohur si Valja Osman Takës këndon dhe një prizëreni valzojnë valtarët e qendrës kulturore artistike Ana Morava.
grua jonë sa e mirë, sa e ëmbël, sa e gjerë, sa e letë, sa e lirë, sa e bukur, sa e vlerë. Kënga Fol Shqip këndon Lindita Hakaj dhe kori i fëmijëve nga Shkolla e Muzikës Gilan.
Gjithë Evropa duhet ta di, lufton luma për Shqipni. Ky kral Pietri po ban me det luma e kuqe në faroj kret. Bitë lumës interpretojnë a capella kori grupit artistik muzikor Theranda. Kosovo trimnesh lule e rallë, detyrën në ke me dalë sot në balë, se mbridi koha tokën për me prue, armiste mëqëm jashtë me i të bue. Kënga për Kosovën interpretojnë Gjergjan Jetiqi, Balinda Cikaqi dhe Kushtrim Kosumi.
Të nderuar të pranishëm, zonja dhe zotrin, unë dua që mos t'i ndalni duar trokitjet për këtë shkollë që nga të duar sonte, ka artistë të mrekullueshëm, të përcjellë nga orkestra fantastike të profesionistëve. Tani është koha që të ndajmë një mirënjohje, ku me që rast më ftoj edhe një herë, zonja Leonora, nën kryetarën e komunës, që të ndajmë mirënjohje. Dhe mirënjohja për kontributin shumë vjeçar në manifestimin e flakës së janarit shkon për profesorin e ndjerë Isa Jakupin. Faleminderit dhe frem, faleminderit komunës së Gjilanit për kontributin e vazhdueshëm që ja keni bërë babit. Babi jetoi me muzikën dhe për muzikën. Babi kompozoi shumë këngë për fëmijë, shumë këngë popullore, këngë të cilat ja kushtoi dëshmorëve atë dheut e jetës. Faleminderit. Ne po mundohemi që në vazhdim këngëve të tij t'i japim jetë, sikur se ndodhe dhe sot, kështu që le t'jetoj muzika e tij dhe kolegëve e gjithë juve. Jeni krenar me babin. Dua të falenderoj komunën e Gjilanit në krye me kryetarin zotri Albani Hyseni. Drejtorin për kultur, rini dhe sport me drejtori zotri Kushtrim Zeqire. Organizatën jo qeveritare Defco Production në krye me zotri Defre Kodile. Sponsorin Vali Ranch, unë do thoja sponsori art me që e kemi vetëm një, dhe kur jemi këtu, Atelier Sara Fashion për dukjen time sonte dhe butikun Classic Fashion për veshjen e organizatorit. Një falenderim i veçan shkon edhe për sponsorin medial Radio Televizionin e Kosovës. E kjo ishte e gjitha sa i përket edicionit të 34 të Fest Flakës në kuadër të manifestimit multikulturor mbarkombëtar Flaka Janarit 2025. Duke i uruar që flaka e dashurisë për Aldeon mos shuhet kur nga zemrat tuaja, unë ju falenderoj për pranën tuaj dhe mirupafshim në Fest Flakën 2026. Natën e mirë.